Prej 24 orësh, i gjithë territori i qarkut Kukës është përfshirë nga rreshtë shiu me intensitet të ulët deri në mesatar, ndërsa gjatë orëve të fundit ato kanë vijur me intensitet më të ulët. Rreshtet kanë qenë të shpërndarë pothuajse në të gjithë zonën, duke përfshirë bashkitë Kukës, Tropoj dhe Has, por deri tani situata paraqitet e qëndrueshme dhe pa problematika të theksuara. Strukturat vendore dhe subjektet kontraktore të mirëmbajtjes së rrugëve kanë qenë në gatishmëri të plotë gjatë gjithë kohës. Mitet dhe ekipet e punës kanë operuar në terren për pastrimin e kanaleve kulluese, largimin e materialeve inerte dhe garantimin e qarkullimit të sigurt në akset kryesore dhe dytësore. Falë këtyre ndërhyrjeve në kohë, të gjitha akset rrugore nacionale vijojnë të jenë të hapura dhe plotësisht të qarkullueshme pa kufizime për mjetet. Edhe situata energjetike paraqitet normale, i gjithë qarku Kukës furnizohet rregullisht me energji elektrike dhe deri në këto momente nuk raportohen defekte apo ndërprerje të zgjatura si pasojë e kushteve atmosferike. Megjithatë, rreshtet kanë shkaktuar probleme të përkohshme në disa zona rurale. Rrëshqitje dherash dhe gurësh sollën bllokimin e rrugëve që lidhin fshatrat të Cërralev dhe Oreshk me qendrat e tjera. Drejtoria bashkiake e rrugëve rurale Kukës ndërhyri menjëherë me mjete të rënda për pastrimin e trupit të rrugës, duke larguar materialet e rëna dhe duke bërë të mundur hapjen e plotë të këtyre akseve. Aktualisht qarkullimi është rikthyer në normalitet dhe banorët lëvizin pa vështirësi. Autoritetet lokale bëjnë me dije se situata po monitorohet në DMC, ndërsa strukturat e emergjencës civile mbeten në gatishmëri për çdo zhvillim të mundshëm, duke pasur parasysh se rreshtet mund të vijojnë edhe në orët në vim.